E prisim ta festonin, ta gëzonin, po. Shumë e zgjuar. Ku ikim në qanë shumë vajza. Solli Zoti një jetë dhe ai vetëm ai mund ta marrë. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, Odeta Dume Mandro. Për të qenë pjesë e live-ive të mia, ju e dini, duhet të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Francë, do të hap dritaren për një nën, ajo quhet Eliona Meçani, e cila së bashku me bashortin me vajzën e sëmur, u nis drejt Francës për një jetë më të mirë. Por çfarë ka ndodhur? Do t'jetë kjo nën që do na i rrëfej këtë histori të dhimbshme, kështu që hap dritaren dhe ftoj Elionën. Eliona, përshëndetje. Përshëndetje. Si je ti? Ju mirë? Mirë, po flasim live nga Franca. Gëzar. Çfarë vendi në Francë jeton? Unë jam në Rennes. Sa vite u bë që jetoni aty në Francë? 2 vjet. 2 vite. 2 vjet e gjysë. E dashur Eliona, ajo që kuptova unë është që ju keni probleme me shtetin francez, ju kanë marrë vajzën e vogël. Më kanë marrë, udhëro. Çfarë ka ndodhur? Si u morën vajzën? Po ka qenë ata, si ke thënë vetë, spitali, bluzet të bardha, ACT-ja, socialja, ata që vinë, çdo javë që na takoni, që vini për vizita. Mund të pyes ta nisim bashkë intervistën momenti kur ti u largove nga Shqipëria drejt Francës. Po. Ma rrëfe, pse u largove nga Shqipëria? Po, u largova më shumë për vajzën, për veten time, për shëndetin tim që unë në fakt kam kaq vjet me këtë sëmundje që vuaj. Nga se vuani? E kuroj, po e pa që nuk më përmësosha mirë në atë Shqipëri dhe vendosën të vinin këte për të mirën e vajzë, për të mirën time. Ju vetë? Për këtë. E dashur, ju vetë nga se vuani? Infekcion në mushkrit. Ke probleme me mushkrit? Po. Por vajza e vogël që është 5 vjeç? Po, 5 vjeç e gjysë. Po vajza e vogël nga se vuan? Në spina bifida. Me ne në fakt e kemi aperuar në Gjermani, në mënyrë ku na ndihmuar shqiptar për shqiptar Elvis Naçi. E qartë. Atiti jemi shumë falenderës. Na e kemi të gjithë vajzën. Na shqiptar që më ka shpëtuar jetën në vajzën që sot e kam. Vajza është lindi me probleme? Po, me probleme. Ajo në fakt, ne nuk e dinim që vajza do vinte me këtë probleme, ne menduam si prindër që jemi, ti e di vetë. E prisim ta festonin, ta gëzonin, po. Ajo lindi me probleme. Na erdhi në atë probleme. Vajzën e keni operuar në Gjermani, e qartë. Më pas ju vendosë së bashku me bashortin të largoshit në Francë për një jetë më të mirë që të kishit kurim. Për një jetë më të mirë, për vajzën më shumë. E dashur, Eliona, çfarë ndodhi? Ju mbërritët në Francë përpara 2 viteve e gjysëm. Po. Mund të më tregosh çfarë ndodhi? Ajo me doktoreshën më shumë, ajo doktoresha na ka thiru, ju shohim si të lodhur, ju shohim si të lodhur shumë, dhe unë ta ju propozoj, por operacionin e vajzës, por ne nuk e të refuzuam, por atë zotë, ne tam e pak shumë dhe u trombitëm. Edhe ta mëndojnë pak i tash edhe...
E qartë, por e dashur Eliona, ju në momentin kur vajtët në Francë, vajza ishte mirë me shëndet apo kishte probleme? Ishte vajza më Francë ishte shumë, ka ndryshuar, nuk se të ka ndryshuar. Po nuk e di se si erdhën ato. Por në momentin që ju vajtët në Francë, kush ju priti? Ju kërkuat azil? Po, ne na priti një Libovit. Na tha që foli buri, ta hajde njërë, ta aprovoni njërë, po me sa shfota se gjera ka ndryshat, unë ka polu e me cupën e gjagjë, se ka një cupën gjagjaj këtu. Po? Dhe tha, unë kja si gjesi më po para, tha, po hajde një provoni njërë, tha. Dhe veç shikoj, mbasë unë ndimoj, dhe kemi ardhu, data 24, 25, kemi ardhu këtu, na ka pritu një Libovit, shumë një riu mirë ai. Një shqiptar tjetër, po? Na marri 4-5 ditë. Pastaj jemi marrë me këto takime. Zyrat e migracionit. Zyrat e migracionit. Po, zyrat e migracionit, asociata na ndihmoi që vaj një shtëpi, një hotel. Ku ju të strehosh, Kemi e kuptoj. ndetur 4 ditë, unë 3 ditë unë sëmura, vajta në spital. Atë ditë që vajta që hyrëm në hotel, unë u bëra keqe dhe përfundova në spital. Ati pastaj qëndrova në spital një muaj gjysmë. Por ndalemi tek vajza, se gjithë problemi është e vajza juaj, Elia, 5 vjeç, që ju a ka marrë shërbimi social. Ju Elien e quat në spital për të kuruar dhe doktoresha ju rekomandoi që të bësh një operacion. Ajo, atë di buri se sa në takimet shumë ka dhe buri se unë ka ndetur shumë me djalin, nga që është djali i vogël, se ato nuk të lejojnë obdita që të shkosh me fëmijë të vogël. Por me çfarë motivi ju a morën vajzën? Vajzën ma morën, për ja, ku di unë, ajo thoshte u shoh të logor, u shoh ja kini djalin e vogël, për këtë na ka dënësuar më shumë. Vajza sa kohë? Për ushqimin e vajzës që ja japin me zor. Sa kohë u bë që vajzën e kanë marrë? Një muaj gjysmë mu? Në këto një muaj, ti shkon e takon vajzën? Po, tani shkoj e takoj. Dhe më shkruajte në mesazh që sot ke patur takimin e radhës. Po, kam patur takimin e radhës, jam takoj, po vajza qanë, do të vi me mua, me burin, nuk do të rri spital. Ku ikim në qanë shumë vajza. Si është gjendja e vajzës sot, është mirë? Ka ndryshuar, nuk është shumë mirë është. Vajza, me sa shumë ka ndryshuar, ka... E dashur Eliona, unë e kuptoj që ty të ka marrë malli për vajzën dhe për jeton ndarjen. Jo, dua që vajza të marrë këthesh në shtëpi, të paktën, të shtunë, të djetë, të prende, të paktën, të rëthet në shtëpi. Unë nuk kërkoj asnjë gjë nga doktoreshja, për zotin nuk i kemi konstruar, ti themi doktoreshës, jo se sa ke mirë ti, jo kështu, unë nuk e di se na vin këto gjëra. Unë jam çuditur shumë te Odeta, për zotin. Jam çuditur shumë, jemi si mirë. Për çdo gjë kemi ndetur pronto, për çdo gjë. Por Ajo dështoi se ne rinim vonë natën. Kur unë kisha djalin e vogël, pa ajo vetë thoshte, rini thoshte ajo sa të flequ pa gjuhë se nuk flequ pa me ne, thoshte. dhe vajza qaj sigurisht se kërkon nënën dhe babajnë dhe kjo është e dhimbshme që je ndarë me vajzën. Por do flas dhe me bashortin tuaj, të uroj zemër.
qetësohu, e kuptoj dhimbjen që përjeton. Të lutem, qetësohu. Qetësohu dhe uroj që zëri juaj të dëgjohet dhe ta uroj me shpirt të bashkohesh sa më shpejt me vajzën tënde 5 vjeçare. Eliona, nuk do të mbaj gjatë në këtë live, nuk dua që të lëndoj, do flas me bashkëshortin, vetëm të lutem qetësohu se dhe ti je e sëmur. Të lutem, qetësohu. Zemër, pi pak ujë, dil nga dhoma matan dhe qetësohu, do jemi të dyja së bashku në kontakt dhe të përqafoj. Qetësohu. Kjo non doli duke qarë nga ky live, historia është shumë prekse, është e kuptueshme. I kanë marrë vajzën dhe e kanë akuzuar si një nënë të papërgjeshme së bashku me bashkëshortin dhe po luftojnë duke marrë një avokat aty në Francë, duke paguar shumë të mëdha parash, me shpresën që do mundin t'ja dalin dhe ne urojmë që ky çift ka Gjirokastra t'ja dali dhe t'a rimari vajzën e vogël. Por mbi të gjitha, ata rrezikojnë edhe për djalin e vogël që kanë sjell në jetë aty në Francë, pasi shërbimi social po i monitoron dhe akuzat që janë ngritur për vajzën e parë si prindër papërgjeshëm rëndojnë sërish edhe për fëmijën e vogël që rrezikon ky çift t'ju merret edhe djali i vogël. Dua në këtë momente të kem këtu në live me Odetën edhe babain e 2 fëmijëve, Erion Meçani, i cili është duke më pritur dhe e përshëndes. I dashur Erion, përshëndetje. Përshëndetje Odeta. Fola me Elionën, me bashorten, për herë të parë me bashorten tuaj, më preku, u mbyt në lot dhe është e kuptueshme. I kanë marrë vajzën. Ne jemi të dy së bashku për herë të dytë, sepse ti e ke denoncuar dhe përpara ngjarjen e familjes tënde, ngjarjen e rëndë që të kanë marrë vajzën dhe kërkon që zëri juaj të dëgjohet kudo, në çdo dritare të mundshme. Sot keni patur takimin me vajzën, ke qenë dhe ti prezent? Po, normalisht, unë kam qenë në çdo takim, po Lucia ka patur rast edhe që s'ka qenë, sepse është marrë me djalin e vogël. Ka qenë edhe e pak e rënduar në shëndeti. Plus të mundja dhe me thënë një ashtuar dhe këto jo stresi, jo këto dhimbje. Për vajzën. Çfarë ndodhi sot në takim? Ti gjithmonë thjesht na mirëpresin mirë aty, nuk është se kemi konflikte me personelin ose me kështu, ose me asistentët. Ma shpjego, i dashur Erion, vajza ndodhet në spital apo tek shërbimi social? Jo, është, dhe me thënë, gjykata ka vendosur që vajza do jetë 6 muaj në spital. Po, se po mjekohet. Por duhet jetë, dhe me thënë, duhet jetë sedasi, dhe me thënë që e shoqëron. E qartë. Dhe me thënë, neve na është hequr prindërimi, dhe me thënë, i përkohshëm. Keni të drejtat e takimit, por ju është hequr e drejta prindërore për një kohë të caktuar sa gjykata të marrë vendimin. E qartë. Sot të takim si reagoi vajza? Po vajza reagon sa na shikon neve, dhe me thënë, kërkon që të vim me një herë të ne. Dhe me thënë, na pret, dhe me thënë se neve gjithmonë kur largohemi se vajza kupton. E kupton të gjitha, çdo gjë. Është shumë e zgjuar. Edhe në shkollë mëson mirë, sepse po kryen dhe shkollë aty, kopo shkollë, te ky spitali i riedukimit. Dhe më thënë aty ka 1 orë, rreth 2 orë në ditë, dhe më thënë bën dhe kopësht edhe shkollë dhe mëson shumë gjëra, dhe më thënë. Unë e kam mësuar vetë në shtëpi, sepse ne kur kemi ardhur në Francë, vajza mbas 8 muajve, se nuk gjendej në vende në spital, mbas 8 muajve ka shkuar. Kurse unë këto fizioterapie këto ja bëja vetë në shtëpi, se kisha mësuar në Shqipëri me këta që bënin fizioterapit, se e çoja në disa spitale në Shqipëri, tek zonja e Këshillit Mirë, tek spitali i riedukimit jeshtë në Tiranë,
Por edhe plus paguaja privatisht edhe një fizioterapiste nga Gjirokastra, edhe vinte te shtëpia. Shkoja e mirja me makinë dhe çoja prapë, domethënë një në javë. I qartë, por sot që flasim, vajza është mirë me shëndet, po përmirësohet? Nuk është edhe aq e mirë, sepse unë për shembull neve deri të premten e kemi nga hëna në të premte vetëm një orë në ditë, edhe të shtunë të diel unë kam drejt vetëm të telefonoj. Edhe bëj çudi sepse çdo të shtunë të diel që unë telefonoj, domethënë ajo më thotë o vajza ndihet shumë e lodhur, i kemi dhënë disa ampulla të sheqerit sepse i ulej sheqeri. I thosh ja po mund ta ushqeni sepse vajza ha ushqim. Jo thotë ajo refuzon ushqim, nuk ka ngrënë vetëm pak chipsa, ka pirë pak ujë, domethënë kjo është e përhershme, domethënë sa herë që marr telefon. Më thon të njëjta gjëra, chipsa, ujë, nuk përmendi diçka tjetër, ushqim. Edhe i japin një si tip sorumi, i hedhin disa lloj ilaçesh tek ajo. Edhe i japin që mos t'i bien të fikët, sepse arrin në gjendje të fikët dhe më sheqeri ulet shumë. Mungesë e vitaminës C. Kurse ne për shkakun sot, sa shkojmë, se s'kemi edhe shumë kohë, vetëm një orë. S'dim çfarë të bëjmë më përpara, të bëjmë ndonjë aktivitet, të luajmë, të bëjmë, se këta këtë duan, domethënë këtë vëzhgojnë më shumë, shikojnë si sillemi ne me fëmijën e këto. Qartë, e kuptoj. Edhe neve për shembull ne gjithë me rakun tonë është e ushqimi dhe ne gjë e parë që bëjmë duam ta ushqejmë një herë, pastaj të luajmë çik. Edhe ka ngrënë sot me ne bashkë një rreth 300 gram, domethënë supë, ja përgatit nuk jam në shtëpi. Supë me perime, me gjëra kështu, 2 kos frutash, edhe 2 copa çokoladate. Domethënë po që ja hangri pa forcë, neve e lëmë derën hapur që ata të shikojnë, po ata në momentin që ne fillojmë me ushqim, sepse ata shkruajnë që ju jepni me forcë, edhe duan që të dalë ajo e tyre. I thon, unë i bëj video. Në moment që ne ushqemi bëj dhe video. Në çdo ditë që shkojmë, në hëna të premte. Sepse juve në një farë mënyrë ju kanë akuzuar që e ushqini me forcë vajzën dhe kjo është në dëm të fëmijës. Po kjo është akuza kryesore që na i kanë marrë. Domethënë ushqim me dhunë me forcë. Vajza mund të mbytet thotë, se vajza thotë nuk ka do të ushqim gjellëra gjëra kështu. Kurse vajza ha dhe bukthat vet, ha patate të skuqura, biskota, chipsa, çajë gjëra këto që han fëmijët në përgjithësi. Por ajo reagon pozitivisht ndaj jush dhe kur ju ikni ajo qan. Ajo qan na kap na duart, i bie me duart krevatit sepse ajo nuk shpreh dot me gojë. Flet vetëm disa fjalë me gojë, më thot mua papa, domethënë kur në fillim më thoshte baba, domethënë në shqip, kurse tani nga që është gjithkohon me ata dhe mëson frëngjisht, e më thot papa, më thot në frëngjisht, kurse nënës domethënë nuses e ka thënë që e vogël, atë i thot aga. Domethënë e kërkon gjithmonë nënën. Edhe na kap na duart, po edhe ata punojnë si sillen pak ashpër në atë momentin kur ne ndahemi. Domethënë e tërheqin, e marrin në duaresh. Më duket sikur e shtym pak nusën se unë mundohem ta qetësoj, unë jam pak më i fortë. Kupton? E qartë. E thon qetëso, edhe i thon vajzës mos qaj, e marr me të mirë, i thon do vi babi me mami nesër të takojmë prapë. Edhe ajo gjithmonë na pret, edhe kur i marr në telefon, e marr në mëngjes për shembull, e mora edhe sot në mëngjes. Edhe ma jep ajo infermieri atje, ma çon telefonin te vajza dhe i thon mos u mërzit se do vi babi pastaj me mamën. Dhe është e dhimbshme. I dashur Erion, ju ma keni treguar, po dua të të pyes prap. Ka qenë mjekja pediatre që ju ka denoncuar? Ka qenë mjekja, po unë prap nuk dyshoj te mjekja, unë dyshoj te asistenca AST-ja, sepse takimi i fundit me mjekën, unë kam marrë dhe takim tani afër me atë mjekë, që na ka denoncuar. Edhe unë dyshoj se nuk ka qenë ajo, ka qenë asistenta AST-ja, që e ka bën gjëra kështu, sepse takimi i fundit me atë ka thënë që unë nuk, domethënë i thash, ne jemi mirë kuptues, i thash, edhe neve nuk refuzojmë këtë operacion, po thjesht ne duam me letër, i thash, jo me gojë, se ajo gjithmonë ai thoshte me gojë. Domethënë ka këtë sëmundje, do t'i bëjmë të ndërhyrje. Unë propozoj gjithmonë këtë ndërhyrje. I thash, mund të më jepi me letër dhe unë dua dosje maladin, domethënë harrova në shqip, epikrizën.
Të e vajzës. Dhe me thëmë si ishtë ndjekur vajza, sepse më kërkon avokati. Avokati thot mos firmos asnjë lloj dokumenti. Vetë avokati që kam këtu, më thot mos firmos asnjë lloj dokumenti derisa të bindemi, sepse dokumentat e spitalit që i dha shumë, që mi dhanë për të firmosur para 1 javë, 10 ditë pak a shumë, dhe më thënë janë për të firmosur për operacionin, për analizat e këto, dhe më thënë të gjitha këto procedurat para operacionit, edhe për operacionin. Edhe më tha mos i firmos, duhet të kërkojmë dosje Maladin që të gjejmë, sepse mund të kapet edhe mjekja në gabim. Se një fëmijë me këtë lloj sëmundje nuk është, domethënë, nuk duhet t'i bënte 5 ditë në javë, ka që shumë terapi, dhe shumë e lodhshme, dhe për atë arsye fëmia thot, sipas avokatit, se është avokat që i di këto mjekësisë, është avokat i specializuar për këto mjekësore. Më thot, edhe aty është faji mjekës sot, sepse i ka bën 5 ditë edhe fëmia ka filluar lodhje gjithmonë, edhe fillon të refuzon dhe ushqim. Se vajza ande shumë mirë, ka qenë shumë mirë me shëndet, edhe mirë te kile, nuk është se s'mirë te kile. Mjekja thot që vajza ka ardhur thot 16 kg te unë, thot, edhe është ende tani më nxjerrin 15.3. Kurse unë kam dokumente, kam atë librin e shëndetit, që vajza ka shkuar 13 kg, 13.100, edhe para 1 muaj gjysmë, dhe më thënë, një javë para se të maminin, e kisha të shtruar 2 ditë në spital vajzën, se kishte 2 ditë temperaturë, edhe ishte 17.3, dhe më 17.300 gram. E qartë, që kështë marrë ushqim dhe... Po, dhe më thëmë, kjo është një si tip... I dashur, Erion, ju po më thoni që unë nuk dyshoj tek mjekja, nuk e ka bërë ajo denoncimi, por te shërbimi social. Por edhe shërbimi social e ka njoftuar dikush që erdhi dhe të monitoroj dhe të denoncoj dhe ta mori vajzën. Shko, mjekja, kur kemi qenë të takimet në mjekën, ka qenë dhe asistenca jonë, asistenta, kjo AST-ja. Po, aty në Francë. Asistenca sociale tona, ka qenë mjekja koordinatore prape AST-s, ka qenë përkthyesja, ka qenë dhe disa të tjerë të spitalit. Ka qenë shumë persona, edhe këta bashkëpunojnë me njëri tjetrin të gjithë. Kjo mjekja tani ka bërë shumë mbledhje edhe me këtë, se unë kam informacion nga na punojës të Sedasit, që para 4 muaj se të ndodhte kjo. E më tha Erion kujdes, se po bëhet disa mbledhje për ju. Dhe tha më para lamiroj shumë në mënyrë private, dhe më thonë, thjesht mos i thuaj që të thash unë, po që kujdes se po bën disa mbledhje për ju, dhe më thënë, ma dha sinjali, po unë nuk ndihemi fajtor për asgjë, mundohemi gjithmonë për të mirën e vajzës, edhe se kisha mundësi që të kisha ikur. Kjo është. Por në momentin që vajza u mor, kush ishte, le të themi, akuza që ngriti shërbimi social ndaj jush edhe bashkëshortes tuaj Eliona, që ju drejtuat gjykatës? Domethënë, për çfarë ju akuzuan si prindër? Që i jepni ushqim me forcë, aty është rregull dhe kjo gjë kryesorja, po. Zbatohet. Në Shqipëri është e pakonceptueshme. Prindrit me forcë ju japin ushqim fëmijëve. Krejt ndryshe mentaliteti jon këtu në Francë. Në fakt edhe në Shqipëri nuk lejohet kjo, po. Nuk lejohet, po bëj krahasimin që nënat shqiptare, kur fëmijët nuk e marrin ushqimin, atë tasin me supë dhe me lugë, e ndjekin fëmijë kudo dhe ja japin me forcë ushqimin. Kjo gjë nuk lejohet, është e kuptueshme. Por ju akuzuan për këtë. Më fal, edhe në Francë lejohet, sepse më tha avokatja, më tregoi edhe ligjin e me numre, me kodë, me këto, po lejohet që ta nxitësh, po jo me dhunë, jo ta mbash me duart dhe ta kështu, po ta nxitësh. Se kur janë fëmijët janë me probleme, duhet ta nxitësh që ta hajë. Patjetër, ka plot forma. Ta gënjesh me diçka. Po, ka plot forma që prindrit duhet t'i dinë për të ushqyer fëmijët kur ata refuzojnë të hanë. Por tjetër akuzë kush ishte? Akuzat e tjera janë shumë qesharake, sepse i bënin vetë edhe shiko, vinin në shtëpi 2 herë ose 3 herë në javë, po në përgjithësi 1 herë, jo gjithmonë. Edhe qa bënin, sa herë kisha këtu, ja po ndihmojnë, më thoshin, i thoshin jam, s'ka problem, rini, t'ju bëj një kafe, t'ju jap diçka, se vini në shtëpi. Edhe jo tha po ndihmojmë çik nuse tënde se është e dobët, është e sëmurë, kështu, të ndihmoj të laj vajzën, këto shërbimet e vajzës, e ke parasysh. Edhe e minin vajzën, e futin në vask, në dush, e futin vetë në vask, që nga përkthyesja që është shqiptare, që nga asistentja sociale, mjekja generale ose mjekja familjes,
infermierja, koordinatore, të gjitha këto vinin të gjitha në shtëpi. Kishte raste vinin 2, 3, kishte raste 4, 5 persona. Edhe minin vajzën, e futin vetë në vask, edhe më pas shkruanin akuzën. E gjetëm vajzën, thosh, në një vask me ujë që mund të mbytej, sepse është vajzë thotë që s'kupton. Kurse Elia, unë me Elian kemi shkuar, Elia ka qenë që 1 vjeç, ne shkonim në Saran, në plazh, sepse mjekët aty ma sugjeronin gjithmonë fëmijët me spina bifida duhet të jetë gjithmonë në kontakt me ujin për të forcuar për këto nervat e këto. Unë vajzën e hidhja në det, 1 vjeç, dhe pa këto, vajza rrinë bi ujë vetë. Ka shumë qef, detin po ta qosh në det, edhe këtu, bashkë me asistencën kemi shkuar në qytet që është afër rreth 60-70 kilometra. Vetë asistencia, sa shikon dhe detin vajza i thoshte direkt duat të futem në ujë. E futej bashkë me asistencën. I thoshja unë lështoje mbi ujë se nuk fundoset, e ka mësuar tjetë vogël. Edhe ajo bënde çudit, po nuk e di pse na i bën këtë akuzë, e çonin vetë në vask, edhe pastaj shkruanin akuzën. Pastaj akuza tjetër për këtë korsen, sepse vajza ka dhe pak skolioz. E qartë. Deformim të shtyllës kurizore, edhe na thoshin që nuk e keni vendosur gjatë natës. I thashun ku bazoheni, i thashun se kjo është një akuzë që se vërteton dot vetëm po më ke vënë kamerat edhe me gjumë, i thashë se vajzës neve atë ja vëm gjithmonë kur fly gjumë. Se ndihet në siklet, po të jetë zgjuar nuk fly gjumë pastaj nëse vendosë ajo e shtrëngon. E qartë. Pra akuza që nuk janë të vërteta. Këpucët ortopedike, pastaj thoshte për një rast që ka qenë një rast që ngeli 2-3 ditë pa ilaç, sepse nuk koordinuam mirë doktoreshat, sepse një herë një lloj ilaçi, ditropan quhet ilaçi. Po. Një herë pregatitej në spital si tip shurupi, edhe se në pas të peshës e të moshës. E qartë. Duke kaluar një herë merrej me doza në farmaci publike. Po. Edhe ndodhi një lapsus, më thënë, më tha shko merre në farmaci, unë shkova në farmaci, s'ma dha farmacia ngeli 2 ditë, sepse ajo pregatitet në spital, ka spitali ka kështu farmaci. E qartë. Dhe në farmaci e spitalit që i pregatit. Dhe vonesa e 2 ditëve ilaç. Edhe atë ma bërën akuzë. Po. Që babai nuk mjekon vajzën. Ma thënë që e la fëmijën pa ilaç. Ju sot jeni në gjykatë. Çfarë ka ndodhur, Edmond? Gjykata ende nuk ka marrë një vendim, thjesht ka hequr për një kohë të papërcaktuar prindërimin, por nuk është marrë një vendim përfundimtar. Jo, gjykata her pas here jep vendime, dhe më thënë, gjyqi do mbarojë në 31 qershor. Të 2026-s, po? Po. Her pas here bën këto ndryshimet, dhe më thënë, dërgon letër, pyet për djalin, kush djali, si është djali, e ke parasysh. Pra, tani kërkojnë djalin. Ju jeni në monitorim edhe për djalin e vogël tani. Po, unë ja thashtë herën e parë, dhe më thënë, të gjithë avokatës, unë është avokati i fest që po e mora para 1 jave. Sepse mirja një avokat më thosh më duhet edhe një tjetër, se janë shumë lloj problemesh. Se duhet një avokat general që t'i ketë dhe për mjekësore, dhe për këto problemet e tjera. Të mbroj, e kuptoj. Po. Edhe të gjithë avokatët më thoshin që djalin do t'ju marrin, si do që ta shumë pavarësisht se vendimi deri tani ishëm, po gjyqi vazhdon. Nëse këto akuza që janë bën, nëse nuk i kundërshtoni, dhe më thënë, ata do t'ju marrin djalin, se është akuzë shumë e rëndë. Nëse thonë ata, juve jepni me dhunë, përdorni dhunë te fëmia më i madh. Mendoj se mund të përdorësh dhunë edhe te fëmia tjetër. Ama kjo është. Është e tmerrshme të mendosh që mund të marrin dhe djalin. Por gjykata në vendimin e saj të fundit çfarë ka vendosur? Gjykata ka vendosur që vajza do qëndrojë 6 muaj e spitalizuar, edhe do jetë në kujdesin e ACS, Sedasit. Edhe orari vizitave do vendoset në Sedasi për prindërit me vajzën. Për djalin thot momentalisht thot do lihet në familje, po do jetë në kujdes dhe her paseshëm në vizita të Sedasit, ACS. Dhe më thënë këto janë, do vazhdoj një periudhë 6 muaj
Pastaj çfarë vendosi prapë. Erion, duke ditur që shërbimi social ka ngritur disa akuza që sipas jush nuk janë të vërteta, ata si do t'i vërtetojnë këta akuza, duke ditur që dhe ju po tregojeni prindër të devotshëm, që vajzën po bëni të pamundur ta riktheni në familje, që se keni braktisur, që jeni të kujdesshëm për djalin dhe pse Eliona është sëmur, domethënë gjykata, le të themi, nuk i ka marrë parasysh të gjitha sjelljet tuaja? Faktikisht, sepse e shpjegova dhe herën e parë, neve nuk morën dot pjesë te seansa dëgjimore, domethënë kjo ishte pak minus për neve, domethënë. Pavarësisht avokatja tha, është edhe minus, po gjyqtarja i merr parasysh, sepse merr parasysh frikën, sepse ne s'kishim kohë të gjenim as avokat, as përkthyes as avokat, se unë nuk kam besim te avokatët që i japin ata. Gjëja ndodhi kaq shpejt sa ti s'munde do të gjej një avokat. Dhe kjo ishte arsyeja pse nuk more pjesë në seancën e parë dëgjimore? Sepse në 8 të darkës më ka marrë ACE-ja me numër të fshehët, ajo shefja, më ka marrë në telefon me numër të fshehët dhe më ka thënë ne do ta marrim djalin përpara seancës edhe pastaj çfarë vendosi gjykata. Nëse vendos gjykata që ju ta mbani, ne ju a japim. Nëse vendos që t'ju a marri dhe djalin e mbajmë. Dhe më thënë, kjo ishte një formë presioni. Në fakt, unë nuk duhet të reagoja, dhe më thënë që mos veja, po a i ke presion që unë e hangra, dhe më thënë, na hipi frika, dhe më thënë, thamë, do na i marri, si shna i mori vajzën, a marri dhe djalin. Sa ata nuk pyesin, ata vinë me polici, unë kam rënë muhabet me shumë shqiptar këtu që ata ma. Kam vajtur 20 polici, kam shtrirë në shesh, kanë qenë shumë persona prezent shqiptar. Ju a kanë marrë fëmijët me forcë. Edhe e ndjevëm frikë, e thash të paktën të shpëtoj djalin, ne kam ikur 600 kilometra për gjithë natën. Por sot je rikthyer sërish në të njëjtin qytet apo vazhdon të jetosh? Po, jemi te kjo shtëpi që kemi qenë, jam rikthyer këtu, edhe kam diskutuar gjithmonë edhe me këta të ACE-s, i thash unë, i kemi thonë, dhe me thënë që neve nuk kemi frikë në akuzë, sepse nuk i kemi bën ato gjëra. Edhe jemi të gatshëm të përgjigjemi gjykatës, drejtësisë edhe akuzave. Por deri në këtë moment nuk na ka thyrur gjykata, se sipas avokatit tha do t'ju thurasi, do ketë një moment që do t'ju thurasi, tha. Por nuk ka një datë fikse, kur do t'ju thurasi gjykata? Po, janë shumë gjëra, dhe me thënë që më bëjnë të mendoj shumë gjëra. Kam 2 muaj, dhe me thënë që në 1 muaj e pak, kam kërkuar dosjen e shëndetit vajzës, për që avokatit i shikoj ato që ti ka qenë gjendja vajzës edhe si ka ndryshuar, si është trajtimi në spitalit këto, se këto miren shumë për bazë. Po ata nuk i japin, nuk e di përse, edhe konsulli shqiptar ka telefonuar disa herë. Unë jam në kontakt gjithmonë me konsullin shqiptar, është në Paris, edhe sot isha në kontakt, edhe më tha i kam telefonuar disa herë edhe përgjigje ma japin të shkurtër, më thonë që janë sekrete medikale dhe ma mbyll me njëherë telefonin. Por pse, babaj dhe nëna nuk ka të drejtë të dinë gjendjen e vajzës? Po, prindi ka të drejtë edhe ligji francez, por kur ka, dhe me thënë që ata nuk t'i japin përgjigje, duhet ta bëj avokati. Dhe shkova fola me avokatin, tani po presi avokati të bëj një kërkesë. Spitali për të marrë këtë dosje. E qartë. Nuk janë transparent, as mjekja nuk më përgjigjet më, e pjesë për vajzën s'më kthen përgjigje, pjesa se nuk më kthen përgjigje. I bëra pyetje me avokatën, kemi qenë në zyrë bashkë, doktoreshës, i thash kush mba përgjegjësi tani për shëndetin e vajzës, sepse disa herë, siç ju thashë herën e parë, kam gjetur në gjendje shumë të rëndë. Ka shkuar 2 herë në urgjencë vajza, në gjendje siç ajo videoa që keni parë, ka qenë dhe më keq se aq. Kam edhe video të tjera. Por si ka reaguar? E kam gjetur vajzën në datën 17 shkurt, në gjendje shumë të rëndë, më morën në telefon, më thanë që vajzën e kemi nisur në urgjencë, është shumë rëndë. Edhe po juve s'mund të shkoni aty, duhet vetëm të telefononi, më tha. Okej, thash, i lash 1 orë, telefonoj urgjencën, më thot po vajza ka ardhur këtu, po bëjnë ekzaminimet, çfarë thot mjekja mund të më telefonosh më vonë. E lash edhe 1 orë, kaluan 3 orë gjysmë. Nuk më jepnin asnjë përgjigje. Edhe i thash të bëhet çfarë të bëhet, unë do shkoj, është vajza ime, nuk kam shkuar, nuk ma tregonin se kur kishin thash ju lutem jam babai, ata më njohin shumë mirë, unë i njoh
me infermier, me doktori një të gjithë, domethënë edhe çdo dhomë, kemi shumë kohë domethënë që kemi vuajtur me vajzën në atë spital edhe i njoh gjithë ambientet. Edhe as emrin në tabelë nuk e kishin shkruar të vajzës. E kërkova gjithandej në çdo dhomë kështu, nuk ma tregonin. Vajzja kishte 3 orë gjysmë në atë krevatin me rrota që ka ambulanca, e kishin lënë në korridor, pa marrë ndihmën e parë. Ka qenë në gjendje shumë të rëndë, e kishin mbuluar me një çarçaf. Një moment që nuk më jepnin përgjigje, më than jo, do lajmërojmë sigurinë se ti s'lejohesh të hysh. I thash, dua vetëm të di përshëndetjen e vajzës, nuk ngacmoj asgjë. Edhe nuk më fal, ta mbyll pak. Edhe u mbështeta, më morën mend, u ndjeva shumë keq për momentin sepse nuk më tregonin, thash mund të ketë ndodhur diçka e keqe, mendoja të keqe. U mbështeta, i kam shkelur dorën vajzës te krevati. Wow. Pa dashje, të më thonë vajza që e mbuluar, ajo u zgjua, u përmend, më kapi dorën, më tha pa, më kapi dorën. Disa gra që nëna që ishin me fëmijë që prisnin radhën aty për të vizituar edhe qavën të gjithë, sepse më dëgjuan që unë i flisja në frëngjisht, kërkoj vajzën time çfarë ka ndodhur me vajzën. Pastaj e kam marrë vetë në duar vajzën, e kam futur vetë në dhomë, edhe në orën 2 të natës ja kam dhënë ndihmën e parë. I thash, përse një fëmijë 5 vjeç e gjysmë, përse si jepni ndihmën e parë? Ka ardhur para 3 orë e gjysmë, i thash. Më ka telefonuar spitali tjetër që vajza është nisur në filanor. Po ja nuk më jepi më përgjigje. Edhe s'kishte asnjë person që ta shoqëronte. Kjo më erdhi, po isha shumë i tronditur dhe s'kisha mundësi që të bëja video kështu, në fakt aty ka kamera. Nëse do bëja një denoncim, ata duhet të kishin. Unë isha u trondita shumë për momentin dhe kam qëndruar deri në orën 3. Edhe më thanë që jo, s'lejohesh, andaj këtë i thash lajmëroni policinë, le të më hedhin prangat. Unë jam babai, unë erdha shpëtova fëmijën se ju nuk i jepni ndihmën e parë, keni lënë kështu i thash. Vajza me temperaturë, me bark, me të vjella, ishte në gjendje. I thash mund të jepi një sorum, jo po i gjejmë damarin për të marrë analizën e gjakut, i bënin, ndërkohë ja kishin bënë analizën e gjakut e spitali ku ishte. I dashur Erion. Ja kam bënë ankesë, edhe tani jam futur ajo që i kontrollon këta, dhe më kam bënë ankesë. I dashur Erion, por avokati juaj çfarë të ka thënë? Pra, le të themi, është shpresa që vajza do rikthehet tek ju? Çfarë të ka thënë avokati? Në fakt kam ndruar shumë avokatë dhe ky është sapo e njoha, domethënë. Ky thot, unë kam shumë klientë thot që kam dhe shqiptar shumë thot që s'kan të drejtë fare të i takojnë fëmijët, ose i takojnë, ose flasin një herë në javë, ose një në muaj në telefon, ose një në 3 muaj. Po. Për juve thot është diçka shumë plus thot që të paktën ju lën një orë në ditë në anat, prandë? Keni shumë mundësi thot që mund t'ju rikthehet vajza. Unë i thash për të marrë apelin, po ai më sugjeroi që është më mirë mos ta marrim apelin tani sepse nuk mund ta fitojnë dot se s'kemi kundër prova, domethënë. Unë jam prekur shumë nga historia juaj, sinqerisht ta uroj me zemër që të rikthehet vajza pranë familjes, ju keni bërë sakrifica për atë vajzë, keni kërkuar ndihmë nga shqiptarët, i keni bërë operacion në Gjermani, vajtet në Francë për një jetë më të mirë, për kurimin e saj, dhe fatkeqësisht tani po përballeni me drejtsinë franceze, ku ata ju kanë akuzuar si prindër, le të themi, të papërgjegjshëm dhe ua kanë marrë vajzën. Ta uroj me zemër të bashkohesh, mos u dorëzo. Lufto fort. Asnjëherë s'dorëzojmë. Dhe uroj që zëri juaj të dëgjohet. Nuk u dorëzuam që në fillim që kur lindi vajza, sepse na propozuan kur lindi vajza në ata që ju propozojnë, dhe me thënë që mos të vazhdoni me vajzën. Edhe i thash jo, i thash e solli Zoti një jetë edhe ai vetëm ai mund ta marrë. Është e dhimbshme. Asnjëherë do të thojmë. Edhe nëse nuk e fitojmë dot këtu në Francë, do vazhdojmë Strasbourg, Bruxelles, ku të jenë. Është e dhimbshme, besoj, jam vetë nën. E di fare më çfarë do thotë fjala vajzë. Na bëjmë presione shumë, ndihemi keq këtu tani se kemi edhe shumë njerëz. Bëjmë presione edhe te Sedasi, ku shkova herën e fundit në zyrë.
Po tha mua me dua në xhepa ke ardhur ku e ke thikën, ku e ke pistoletën, i thash çfarë po thoni, i thash dhe kisha një silolaps në xhep, dhe i thash mos pse mendoni, i thash unë që shqiptarët i zgjidhin gjëra kështu, sepse unë ditë i zgjidh me këtë, i thash. E qartë e kuptoj. I dashur Erion, do mbetemi bashkë në kontakt dhe me zemër të uroj të bashkohesh me vajzën. Shumë faleminderit. Të përshëndes. Ju përshëndesim edhe ne. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu të videove të mia, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook. Dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni, të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite jam live me këto histori shqiptare, histori reale, histori të dhimbshme njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, deri takohemi nesër. Mirupafshim.